Truri ynë argëtohet duke luajtur me ne. Truri ynë I jep kuptim asaj që në realitet nuk ka asnjë kuptim. Dhe përpara se të kalojmë tek pjesa teorike, do shikojmë disa imazhe bashk. Shikoni pak. Ta zvogloj pak imazhin tim. Dhe çfarë shikoni këtu? Po ju lë 10 sekonda. Po këtu janë imazhe reale. Këto të dyja janë imazhe reale. Ndoshta duket si një qenush që po buzëqesh, si një pellush. Disave mund t'i duket si delfin, disave mund t'i duket si avion. Disave I tërheq vëmendjen zemra dhe jo ambienti përreth. Fokusohen tek ajo që nuk është. Disave mund t'i duket mali si një fytyrë. Kjo në fakt është bërë me inteligjencë artificiale, që kështu. Por ka të ngjashme. Pse ndodh kjo? Pse truri ynë I jep kuptim diçkaje që nuk ka lidhje me të. Më ngjan me diçka, sjell ndërmend diçka, ose më duket si një figurë XXX. Dhe e njëjta gjë ndodh me mendimet e ankthit. Pra truri nuk sheh realitetin, por plotson, boshllëqet, interpreton, krijon kuptim për të gjetur siguri. Dhe kjo quhet në psikologji pattern recognition. Kush ka interes, mund t'hy ta lexoj, prandaj e shkruajta. Tani do kalojmë në një shembull konkret. Që të bëjmë lidhjen me ankthin dhe nuk do flasim vetëm për ankthin. Guri ju duket si fytyrë. Reja ju duket si një kafshë. Pema si një simbol. Çfarë ndodh kur ke ankth? Rrahjet e zemrës duken si rrezik. Mendimi duket si fakt. Ndjesia si realitet. Apo s'është kështu? Truri I jep kuptim për të mbijetuar, jo për të qenë I sakt. Dhe para pak ditësh bëra një video ku thash truri nuk është organ lumturie, por është organ mbijetese, sepse detyra e tij primare është ajo që të na mbrojë nga rreziku. Por ne me anë të fantazisë masive që kemi, interpretojmë gjithçka siç dëshirojmë. Do kthehem pak tek imazhi I pemës. Shikoni pak. Pse fokusohemi ne tek zemra dhe jo tek ambienti përreth? Është një pyll, rrezet e diellit. Po sikur ta spostojmë për qëndrimin ton, fokusin ton, dhe të shikojmë vetëm rrezet e diellit. Ky është fokusi që terapistët luftojnë shumë që t'i ndryshojnë personave që kërkojnë ndihmë, personave që vuajnë me ankth. Ti ndryshosh fokusin, që mos të shikosh më zemrën, mos të shikosh më ankthin, por të shikosh diçka tjetër. Sepse sa më shumë të fokusohesh tek ajo që ty ankthi të thot, aq më e dëmshme është për ty. Por që të arrish ti të shikosh diçka tjetër, siç janë rrezet e diellit, kërkon punë. Kërkon punë. Tani do kalojmë tek një situatë tjetër. Marrëdhënien e çift. Ta zëm sikur partneri nuk hap telefonin. Ngren tonin, ndryshon. Ti fillon mendon nuk më do. Kam bërë diçka gabim. Po më braktis. Po kush është realiteti? Kush është realiteti? Pra ti po I jep një interpretim emocional diçkaje që nuk përputhet me realitetin. Dhe ti nuk po reagon ndaj personit, por po gjen kuptim në diçka që ndoshta nuk është. Truri yt po kërkon një kuptim dhe t'i japi asaj situate një interpretim. Apo s'është kështu? Pra, duke kuptuar lojrat e trurit, do e keni më të lehtë të mësoni dhe se si të reagoni.
Diçka tjetër, traumat. Ndodh një situatë, trupi reagon. Janë triggerat emocional që themi ne. Ndoshta situata ngjan me të kaluarën. Ngjan me të kaluarën, por nuk është si ajo që ndodhi në të kaluarën. Dhe çfarë bën ti? Interpreton si diçka të rrezikshme ose do ndodhi njësoj. Sepse truri nuk është në të tashmen, është në kujtesë. Ajo që po të lundon ty është ajo që ti po kujton. Dhe madje para disa ditësh po lexoja një libër ku fliste mbi budizmin. Budizmin si stil jetese, jo si fe. Dakor? Dhe po fliste për histori të ngjashme si disa vajza që zhgënjehen në jetën e tyre. Dhe çdo partner i ri që vjen dhe prezantohet në jetë e shikojnë si rrezik. Pse? Sepse ti atë nuk po e shikon si njeri të ri, po e bashkangjit me të kaluarën, dhe kjo nuk të lejon ty që të jetosh. Është e njëjta gjë. Truri po mbron një histori të vjetër në një realitet të ri. Ky është një shembull, por secili mund ta personalizojë siç dëshiron. Kalojmë tek zemërimi dhe konfliktet. Ndodh diçka, dikush të thot diçka, ton i lart zëri. Çfarë bën truri? Fillon dhe mendon, po musulmon, nuk më respekton, duhet të mbrohem. Dhe në këtë moment aktivizohet mbrojtja dhe jo dialogu. Për këtë arsye shumë persona nuk gjejnë zgjidhje. Sepse ti nuk po lufton personin, por po lufton kuptimin e fjalëve të tij. Kjo është një arsye pse komunikimi nuk është ai ilaçi shërues që teorikisht duhet të jetë mes personave. Vetvlerësimi, dikush të kritikon, dikush të përmend një gabim, një dështim, dhe çfarë bën truri? E lexon si të tillë, nuk vlej, jam i paaft. Të tjerët janë më të mirë se unë. Kush gabimi? Që ato fjalë nuk të identifikojnë ty. Pra truri po krijon një histori dhe jo një të vërtet absolute. Për sa kohë ju nuk do i kuptoni këto koncepte psikologjike, të cilat unë po i thjeshtoj në mënyrën më të lehtë të mundshme, do e keni të vështirë ti mbijetoni kësaj bote dhe kësaj jete që tashmë është bërë gjithmonë më e vështirë për të përballuar emocionalisht, flasim. Pra, guri në natyrë nuk ka një qëllim, reja nuk ka një kuptim, forma është rastësi, por truri kërkon domethënie, kërkon histori, kërkon siguri. Dhe në fakt, vuajtja nuk vjen nga ajo që ndodh, por nga kuptimi që ne i japim asaj. Shpresoj që këto fjalë të mbeten thellë në mendjen tuaj dhe ju e dini që tashmë psikiatri.al ka asistencën në WhatsApp dhe mund ta kontaktoni në këto dy numra. Shpërndajeni videon sepse mund të ndihmoni dikë. Ju përshëndesim.